Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Më herët e kemi përmenë se feja islame, po edhe këtu hinë dhe fikho, në thonë është gjithë përfshise, e cila i përfshin të gjitha porët e jetës, të gjitha aspektet e jetës. Dhe për këtë arsye, më thonë, në fejë gjejmë çdo detaj i cili i ndihmon njeriu në jetën e tij të përditshme. Edhe këtu kur jemi tek pastërtia, një hebrej në kohën e Salman Farisiut i ka thonë allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a. Pejgamberi juve ju ka mësuar çdo gjë në fe, edhe rregullat e hyrjes në banjë, hyrjes në nevojtore. Ka thënë po, edhe i ka tregu se qysh do të me vepru njeriu në disa raste kur gjinen nevojtore që do të vjen sqarimi i këtyre. Pra, në këtë ders do të përqendrohemi në rregullat e hyrjes në banjë, në tualet, dhe këto rregulla janë të shumta që kanë ardhur nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ky sunet që ka ardhur sunet gojor, i cili është transmetuar nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si fjalë e tij, apo sunet nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nganjëherë disa çështje që i kanë përmend dietarët këtu ose edhe në disa çështje të tjera të fikut, dikush mund të më thonë a ka argument apo nuk ka. Ndoshta mund me gjetë ndonjë hadith i cili mund të më qenë i dopt. Mirë, po objektivat e përgjithshme të shariatit ose ato rregullat e përgjithshme janë që diktojnë një gjë të tillë ose aludojnë një gjë të tillë. Prandaj jo çdo herë, domethënë mund me gjetë ndonjë tekst, nganjëherë mund me gjetë ndonjë hadith dhaif, që thash mirë, po për gjërat të cilat i kanë përmend fuqahat dhe dietarët e ndryshëm dëshmojnë edhe rregullat e përgjithshme që janë në përputhje me objektivat e shariatit, do të sqarojmë disa prej tyre edhe këtu. Dhe do të vjetë sqarimi i tyre gjatë dersave në tema të ndryshme, sidomos në tema që kanë të bëjnë me shitblerje ose me diçka tjetër. Edhe pse në ibadete, do të thonë çështjet për të cilat ndoshta nuk ka ardhur tekste në to, janë më të pakta ose me fol rreth atyre për të cilat nuk kanë ardhur tekste në to, është pak më e vështirë. Por për çështjet e tjera, do të thonë sikurse shitblerje ose sikurse gjërat e tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, ka shumë për rregullat të përgjithshme që i përmbajnë ato të cilat i kanë përmendur dietarët e fikut. Kjo është çështje me rëndësi, se kanjëherë dikush prej njerëzve mund të më thonë për cili është argumenti. Themi argumenti është ajo rregulla e përgjithshme e cila është e bazuar në ajet koranore ose në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nganjëherë nuk mundesh me gjetë një hadith specifik ose të detajzuar i cili ka flet për çështjen në fjalë. Rregullat e hyrjes në banjë. Në tek dietarët ka disa emërtime. Disa thënë babul istinja. Çfarë do të thonë babul istinja? Do të thonë rregulla që ka të bëjnë me pastrimin pas kryerjes së nevojës. Dhe disa i përmendën babu adabi qada'i al-haja. Do të thonë kanë emërtime të ndryshme. Disa prej dietarëve këto rregulla i kanë përmendur pak më vonë. Do të thonë një kapitull të mëvonshëm pas përmendjes abdesit, pas përmendjes së tejmumit. Mirë, po disa i kanë përmendur prej dietarëve këto rregulla këtu para abdesit. Dhe ndoshta kjo është renditja më e përshtatshme, për arsye se ai i cili dëshiron me u fal. Do të thonë fillimisht duhet që trupi i tij, tesha, vendi me qenë i pastër. Dhe njeriu para se me marr abdes, nëse ka nevojë me kry nevojat fiziologjike, atëherë ka nevojë edhe me pastru për atyne nevojave fiziologjike, dhe kjo ndodh zakonisht para abdesit, sepse nëse merr abdes dhe pastrohet, atëherë kjo nuk është në rregull dhe në abdesi nuk është i pranuar. Prandaj, do të thonë është e udhës që fillimisht mi përmend rregullat e hyrjes në banjë, për arsye se ato i paraprin marrjes së abdesit. Dhe rregullat e hyrjes në banjë, po lidhen me ata që kemi përmend më herët. Kur kemi thënë tek definicioni i pastërtisë, kemi thënë se pastërtia tek disa dietarëve për kufizimi e saj është irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalu al-khabath.
largimi i papastërtisë kuptimore, asaj gjendjes kur nuk të lejohet ty falja e namazit, dhe çka është në kuptim të saj, kemi sqaruar më herët, mirë po edhe largimi i ndytësirave fizike. Rregullat e hyrjes në banjë zakonisht kanë të bëjnë me këtë të dytën, largimi i ndytësirës fizike. Këto etika, ose mund të thonë rregullat, normat e hyrjes në banjë janë 3 kategori. Janë rregulla që kanë të bëjnë me kohën para se me hyjë në banjë, gjatë kryerjes së nevojës dhe pas kryerjes së nevojës fiziologjike. Dhe këto po ashtu mund me qenë të bazuar në hadithe të cilat janë si fjalë, që kanë ardhur si fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mund me qenë si praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të vinë pak a shumë ato detajizimi. Mirë po, do të fillojmë me disa për rregullave, fillojmë me rregullat e hyrjes në banjë që kanë të bëjnë me para se me hyjë në banjë. Dhe këtu e kemi atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është sunet, para se me hyjë në banjë që me thon duan e njohur. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Është hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose Enes radiallahu anhu ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me hyjë në banjë ka thënë këtë dua e cila ka kuptimin o Zot unë kërkoj mbrojtjen tënde nga khubthi dhe khaba'ith. Do të vjen pastaj sharimi i kësaj shprehje. Mirë po, disa prej dietarëve kanë përmendur se është sunet edhe të përmendet bismillahi para kësaj lutje. Të përmendet bismillahi. Në hadithën e Enesit, që ka ardhur ky hadith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, shumica e transmetuesve që kanë transmetuar kështu hadithin pa përmendjen e fjalës Bismillahirrahmanirrahim ose Bismillah. Se do të thotë se hadithi e Enesit, i cili në esencë është që gjendet në Buhari dhe Muslim, edhe në koleksionet e tjera, është pak shtojës. Mirë po kjo shtojës ka ardhur në disa hadithe të tjera. Në hadithin e Aliut radhiyallahu anhu që dikush ka konsideruar hasan, dikush daif, është interesant ky hadithi e Aliut radhiyallahu anhu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sitru ma baina a'yunin nasi baina a'yunil jinni wa awratin nas idha dakhala ahadukum al-kanifa yaqulu bismillah. Thot mburoja në mes të syve të gjinëve dhe avretit pjesëve të turpshme të njerëzve kur ata hyjnë në nevojtore, në banjë, në tualet, është të thonë fillimisht bismillah. Domethënë kur thonë bismillah atëherë gjinët nuk kuptojnë piktin e hadithit që nuk mundën mi pa njerëzit dhe nuk mundën mi dëmtu. Si rrjedhoi kësaj, qëllimi është që mos me pas ndonjë dëmtim nga ana e gjinëve kur hyn njeriu në banjë. Ky hadith dhe disa prej haditheve të tjera që kanë ardhur në këtë kontekst, disa prej dietarëve kanë thënë kjo është një prej aty argumenteve që dëshmon se është sunet të thuhet fjala bismillah. Megjithse disa prej dietarëve kanë thënë ka ixhma, konsenzus ndërmjet dietarëve që është sunet të thuhet fjala bismillah, dhe këtë ixhma ka përmendur Nevaviu dhe e ka përmendur Ibn Abdul Hadi. Po sidoqoftë, domethënë njeriu mundet me thonë këtë fjalën bismillah, sidomos kur e dim që ka dhe hadithe të tjera, edhe pse hadithi thashë Enesit radhiyallahu anhu e sakta rreth këtij hadithit është pak këtë shtojsen bismillah, mirë po mundet më marr kjo me dhe më në kuptu prej haditheve të tjera, të cilat janë pak të dobta, disa prej dietarëve kanë konsideruar që e fuqizojnë njëra tjetrën edhe hadithi bëhet i mirë. Pra bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. O Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga khubthi. Kështu ka ardhur në shumicën e transmetimeve me sukun, khubthi. Ndërsa në disa transmetime pa ashtu të sakta, po janë transmetime të cilat janë më të pakta nga më pak transmetues, janë që është khubuthi dhe ka dallim. Për arsye se fjala khubuthi që ka ardhur në shumicën e transmetimeve ka kuptimin e të keqes, të ligës. Domethënë njeriu kur të bën këtë dua, kërkon mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga e keqja në përgjithësi. Ndërsa fjala khaba'ith është shumë si khabith, që ka kuptimin e mbrojtjes, kërkimjes të mbrojtjes së Allahut nga shejtanët. Këtu ka ardhur shumësi që i përfshin edhe shejtanët femra edhe meshkuj. Se dihet që shejtanët, ata kanë kabile, fise, martohen edhe lindin edhe kanë pasardhës,
innahu yarakum huwa wa qabiluhu, ka thot Allah azza wa jall për iblisin, thot ai u sheh dhe kabili atina dhe fisi tina, që do thon ka pasardhës, edhe mesin e tyre ka femra dhe ka meshkuj. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që ta thon këtë dua me kërku mbrojtjen Allahut azza wa jall nga do thon xhinët ose shejtanët të cilët janë nga rodhët e meshkuj ose pa marrë parasysh janë meshkuj apo janë femra. Ndërsa transmetimi tjetër ka ardhur Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi. Minal khubuthi me dhamme, me u. Khubuthi është shumë si khabith. Domethënë ose është ka kuptimin që domethënë o Zot kërkoj mbrojtjen tënde nga shejtanët meshkuj, ndërsa khabith është për qëllim shejtanët femra. Të dy transmetimet janë të sakta, megjithëse shumica e transmetuesve thash e përmendin të parën dhe kjo ndoshta është më e sakta sepse fillimisht aty hyn, domethënë e keqja në përgjithësi, domethënë kërkimi i mbrojtjes së Allahut nga Allahu nga keqja në përgjithësi dhe veçanërisht nga shejtanët meshkuj dhe femra. Ose me të dytën domethënë që është për qëllim vetëm që kërkimi i mbrojtjes së Allahut nga xhenet të cilët janë domethënë nga shejtanët të cilët janë meshkuj dhe femra. Domethënë kjo është sunet, është mustahab dhe ne kemi përmendur në fillim të dersave se çka është sunet dhe çka është mustahab, që ka kuptimin nëse praktikon atëherë ki se vapën, nëse nuk e praktikon nuk i gjuna. Kjo është domethënë kuptimi i fjalës sunet ose mustahab. Mirë po kur duhet më thonë kjo dua? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Enes radiallahu anhu po përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me hi në banjo e ka thonë këtë dua. Mirë po në të vërtetë vendet, toaletet ose vendet e kryerjes së nevojave fiziologjike janë dy lloje. Janë vendet të cilat janë të ndërtuar në kas për nevoja fiziologjike dhe vendet të cilat nuk janë ndërtuar në kas, për shembull në natyrë, në ambient hapur, mal, fush, në shkretire, kështu me radhë. Sa i përket të parës, do thonë në vende të caktuara, si për shembull në për shtëpia, në për ndërtesa, në për aeroporte, do thonë vendet në të cilat gjenden WC-ja, toalete, atëherë ajo vendi kur do të thuhet kjo dua është para se me hyjë në banjë, para se me hyjë në toalet. Mirë po, sa i përket çështjes tjetër që kur do të më thonë këtë dua kur gjendet njeriu në natyrë. Dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, nuk ka ndonjë argument të caktuar i cili tregon se kur do të më thonë. Për shembull, disa prej dietarëve kanë thënë se e thu këtë dua në momentin kur dëshiron me hiq rrobat, dëshiron me zhvesh për me kryer nevojën, atëherë në atë moment e thu duan. Disa prej dietarëve kanë thënë se e thu këtë dua pasi që i ke zhvesh rrobat dhe para se me nis me kryer nevojën fiziologjike. Mirë po mendimi i parë është më i saktë për arsye se duke marrë parasysh atë hadithin e Aliut radhiyallahu anhu, do thonë në cilën do thonë se ajo pengesa në mes të syve të gjinëve dhe avretit, zbulimit të pjesëve të turpshme të njeriut, që do të thotë se njeriu e thot këtë dua para se me zhvesh teshat. Pra kur gjendet njeriu në hapësirë, në një vend, atëherë duhet ta bëj këtë dua, është mirë ta bën këtë dua, qoftë duke thënë Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ose duke shtuar bismillah në fillim, atëherë e bën këtë dua para se me zhvesh teshat. Kjo është dua që na ka porositur me ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e cila është sebeb, një prej sebeve që njeriu me urujt prej dëmit të shejtanëve. Nga se në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se banjët, toaletet janë vende të frekuentuara nga gjinët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që hadithin e ka mbajtur Hasan disa prej dietarëve, është inna hadhihi al-hushush muhtadara. Hushush është gjëmi hush që ka kuptimin e banjës nevojtores e kështu me radhë, do të thënë sinonime të tjera. Pra këto janë të frekuentuara nga kush, nga xhenët ose nga shejtanët. Për këtë arsye njeriu kur të thotë këtë dua, atëherë kërkon mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga dëntimi që mundën me ia bë ata shejtan. Ndërsa kur del pej banjës ose prej toaletit,
Është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej banjës, ka thënë ghufranak. Ghufranak ka kuptimin ighfir, ghufranak Allah ose asalullah ghufranak. Asalullah Allahumma inni as'aluka ghufranak. Do të thonë o Zot, kërkoj faljen tënde. O Zot, më fal. Kjo është sunet që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po arsyeja e thënies së kësaj pas kryerjes së nevojës fiziologjike, dietarët një mundu me e gjetë arsyeën ose urtësinë. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këto, edhe në njëkohësisht i ka porositur umetin e tij që me thon këtë dua. Disa prej dietarëve kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të përkushtimit të tij të madh, për shkak të adhurimit të madh ndaj Allahut azza wa jall, gjithmonë ka qenë në dhikr. Dhe çështja që ka qenë në dhikr, domethënë edhe marrja me çështjet e umetit, edhe mësimi i tyre, edhe këto janë dhikr. Edhe këndimi i Kuranit është dhikr, edhe dhikri në përgjithësi është dhikr. Mirë po kur ka hyrë në banjë, atëherë nuk ka mujt me bëu dhikr. Nuk ka mujt me bëu dhikr dhe sigurisht ka dashur me thonë se o Zot më fal gjinosi, s'muna me bëu dhikr edhe në këto momente. Disa prej dietarëve kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë dua, domethënë duke kërkuar që nga Allah azza wa jall që ta falet, dhe kjo njëkohësisht konsiderohet edhe si domethënë si sunet, edhe domethënë sim për umetin se si duhet veprua në këtë rast. Kanë thënë se njeriu kur të hyn në banjë ose kur të hyn në tualet, edhe dëshiron me kry nevojën fiziologjike, zakonisht e zbulon avretin. Edhe kjo është një lloj mangësie. Për këtë arsye ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka kërkuar falje nga Allah azza wa jall edhe nga kjo mangësi që mundet me e përshkruaj njeriu duke e shikuar vretin e tij. Disa prej dietarëve kanë thënë se arsyeja është se njeriu kur të del në banjë edhe domethënë të përfundon atë nevojën fiziologjike, kjo domethënë është një prej nimeteve më të mëdha të Allahut azza wa jall. Për arsye se nëse njeriu do të ishte pe aty në që nuk do të kishte mundësi me kry nevojën fiziologjike, atëherë do të ishim mbledhur ato ujërat e ato toksinat në trupin e tij dhe kishim shkaktuar dëme të mëdha. Dhe për këtë arsye, njeriu, domethënë nuk e din kanjëherë nimetin e kësaj vetëm kur sprovohet ose kur të shet tjetër që është sprovu. Sigurisht se ata të cilët janë të paralizuar ose janë që kanë probleme veshk ose të kanë ndonjë turmon, ndonjë kancer dhe s'mundin me kry nevojat fiziologjike. Në këto momente është njeriu se çfarë nimeti të madh është që ka mundsuar Allahu azza wa jall me kry nevojën fiziologjike. Dhe sigurisht se njeriu, domethënë kjo kryerja e nevojës fiziologjike është një prej nimeteve që Allahu azza wa jall ka dhënë njeriu. Dhe njeriu do të me falendru Allahun azza wa jall për këtë nimet. E pasi që njeriu nuk mundet me falendru Allahun ashtu siç duhet, kanë thënë se ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jall ta fal, për arsye se nuk mundet me bë shukr, nuk mundet me bë falendrim Allahun azza wa jall, pra do ka thonë o Zot falmi mua gjunohet se s'muna më falendru ashtu siç duhet. Këto janë arsye të ndryshme, të gjitha mundën me kon të sakta, mirë po janë si arsye që kanë thënë dietarët pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këtë dua. Pastaj pe sunetit, domethënë pe suneteve të para hyrjes në banjë, edhe kur del pe saj është me hyrje me këmbën e majt dhe me dal me këmbën e djathtë. Kjo është sunet praktik. I pari ishte sunet verbal që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe që njeriu e thot me gojë. Ndërsa kjo është, domethënë sunet që lidhet me praktik, me vepër. Domethënë me hyrje me këmbën e majt dhe me dal me këmbën e djathtë. Për arsye se feja e nderon të djathtën më shumë se sa të majtën. Për këtë arsye xhenetlit janë quajtur ashabul yamin. Janë quajtur ashabul yamin, domethënë të djathtët. Po ashtu njeriu në nesër ditën e Kiametit, kur ka ai i cili e merr librin me të djathtën, kanë qenë për shpëtuarve. Edhe është përcjell në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Aishës, kur thot Aisha radhiyallahu anha, thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi shanihi kullih. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqente anën e djathtë në të gjitha veprat e tij. Tana'ulihi kur i mbathte kapucët ose kur i mbathte mbathjet. Kur i mbathte mbathjet
ose kur e krehte kokën e tij, domethënë fillon të me të djathën, ose kur merr të abdes, sepse njeriu kur merr abdes, ose edhe kur merr gusull, domethënë është sunet që të fillon me anën e djathtë. Pra, feja e favorizon edhe e nderon më shumë të djathën. Dhe njeriu në këto momente kur është në banje, domethënë kjo është një gjendje e kundërt me gjendjen e hyrjes në xhami ose gjendjen e veshjes së rrobave ose të mbathjes së këpucëve. Sepse në xhami është sunet, ka ardhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë që me hynë me çu ka ardhur, domethënë që është sunet me hymë të djathtë, me dalë me të majtën, ndërsa në banjë, e cila domethënë përmban aty kryer të nevoja fiziologjike, nuk është e përshtatshme që me hymë me të djathën, mirë po është e përshtatshme më shumë që me hymë me të majtën. Domethënë këto janë argumentet. Siç po vreni, domethënë është nganjëherë hadithe të përgjithshme ose rregulla të përgjithshme të fesë që dëshmojnë për çështje të ndryshme dhe sa i përket mbathjes, është sunet me mbath me të djathën, njëherë fillimisht këmbën e djathtë, pastaj këmbën e madhe, për këtë ka ardhur një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një çështje po nuk do të ndalemi në të, për shembull nëse njeriu kur do të me hinë në shtëpi, me djathën është më mirë me djathën me të majtën. Për shembull kanë thonë në shtëpi është më mirë me hi me të djathën derisa kur del me të majtën. Mirë, po kur del për xhamia me dal me djathën me të majtën, ka diskutime ndërmjet dietarëve që nuk do të përmendi këtu. Është sunet që njeriu gjatë kryerjes së nevojës fiziologjike më mbështet në këmbën e tij të majtë. Nga se disa prej dietarëve kanë përmend. Është një hadith daif, hadithi i Suraqat ibn Malik, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që kur të kryjmë nevojën atëherë me u mbështet në këmbën e djathtë dhe domethënë më mbështet më shumë në këmbën e majtë. Mirë po është hadith daif. Sunet s'mundem me konsideru se hadithi nuk është i saktë. Mirë po nga ana mjekësore, po. Për arsye se domethënë ana mjekësore bën domethënë mbështetjen në anën e majtë bën që me u zbraz trupi më lehtë. Sa i përket dikujt që bën aspekti mjekësor, atëherë mund të thonë po e bën, mirë po ju me konsideru një domethënë gjë të tillë si sunet, që ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej rregullave të hyrjes në banjë ose domethënë aty në çka ka ardhur pe etikës është që njeriu kur është në hapësirë, kur është në fushë, në mal, në rrugë për shembull, atëherë është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të fshihet nga njerëzit, të largohet prej tyre, jo të jetë në prezencën e tyre. Nëse në një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është hadithi i Mughira ibn Shu'bah që transmeton Abu Dawudi rahimahullah, dhe është hadith hasan, thotë kana idha dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha dhahaba al-madhhab ab'ad. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me e kry nevojën fiziologjike dhe në të njëjtën kohë, domethënë ka qenë jashtë në hapësirë, atëherë është largu prej syve të njerëzve. Për arsye se nëse është afër syve të njerëzve, atëherë mundem ja pa avretin avretin ose pjesët e dorshme, mundem me ndëgju ndoshta edhe zhurma jo të mira. Për këtë arsye, domethënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar këtë dhe është largu. Kjo është e kundërta e disa njerëzve të cilët kur domethënë kanë ndonjë nevojë fiziologjike dhe në gjojnë ndonjë vend për me kry, përshtatshëm atëherë ndalen afër rrugës, për shembull nuk largohen pak më andej ose nuk fshihen prej syve të njerëzve. Ndërsa kjo që është në kaun nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ajo sepse njeriu është në rrezik që edhe të merr mëkat nëse është afër njerëzve, sepse mundën edhe me e pa atë. Mundën me e pa ose me kap dikush në befasi ose diçka, pra mundet që njeriu edhe me qenë për aty në të cilët mundet me marrë ndonjë gjëna për shkak të mos kushtimit kujdes të tina për këtë çështje. Kur është jashtë, atëherë njeriu mundet ose në fushë, që thash,
domethënë ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është largu, edhe saqë është përmendur në një hadith që nuk e kanë pa njerëzit, domethënë ndoshta kanë pa atë personin si person, ose atë fizikun e tij, prej së largu, mirë po nuk e ka ndallu. Këtu njeriu mundet me përmend domethënë çështje të ndryshme, për shembull nëse është në një vend që është pak më grop, ose një vend që është afër malit, ose vend që është pak më i fshehur, atëherë shkon në këto vende edhe për ta kryer nevojën fiziologjike. Kjo është çështje që ka të bëjë pra me rastin kur njeriu ndodhet në hapësirë edhe në fushë dhe është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra që të largohet, të fshihet prej syve të njerëzve. Ndërsa nëse e zbulon avretin është haram, domethënë zbulimi i avretit, zbulimi i pjesëve të turshme, tek meshkujt pjesët të turshme janë prej gjurit deri në kërthizë. Domethënë nëse e zbulon diçka prej kësaj pjese, atëherë vetëm se ka bë gjunah, ka bë një gjunah të tillë. Prej atyne normave, rregullave të hyrjes në banjo është, nëse është hapësirë, atëherë është mirë me gjetë një vend të burt për urinim. Kjo vlen, po flasim tash për urinimin. Po detyrohemi me përmend këto për arsye se janë gjëra të cilat i hyjnë gjithkuna në jetën e tij të përditshme dhe ne detyrohemi ndoshta me cek disa detaje që ndoshta mundën me qenë të vështira, mirë po e kemi patjetër që me i sqaru ato. Domethënë kur njeriu gjendet në hapësirë, atëherë ka ardhur një hadith, megjithëse është hadith, domethënë daif, mirë po kuptimi i tij është i saktë, për arsye se për këta dëshmojnë rregullat e përgjithshme të fesë. Që është se njeriu kur është në hapësirë, atëherë duhet që ta gjejë ndonjë tokë e cila është e butë, e cila e përthith urinën dhe njeriu pra ruhet prej spërkatjes. Nga se një hadithin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, thamë për këta ka hadith, mirë pa është hadith dhaif, mirë pa dëshmon për këta ajo rasti i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, ku tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar pranë dy varreve dhe ka thënë innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Disa transmetimi ka ardhur se wa innahuma la kabirun. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë dy varreve dhe ka thënë se këto dy varre, njerëzit që gjinen këto varre në këtë moment janë duke u dënu. Do thënë që dëshmon se ka dënim të varrit. Dhe nuk janë duke u dënu për çështje që ata e kanë konsideruar të mëdha, por ato janë të mëdha. Kështu ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë çështje të mëdha, janë gjinoha të mëdha, por njerëzit nuk e konsiderojnë gjinoha të mëdha. I pari për tyra thotë nuk është ruajtur nga stërpikja nga urina, domethënë që ka goditur atë nga stërpika urinës. Ndërsa tjetri ka bartur fjalë, i ka përçar njerëzit duke bartur fjalë tek ata, për mi përçar ata. Domethënë që quhet ndryshe nemime. Domethënë i pari, domethënë nuk është kujdesur për urinën dhe ka ndodhur stërpikja atina, stërpikja e urinës dhe për këtë arsye njeriu kur gjendet në hapësi është mirë që me gjetë një vend të butë për edhe me urujt prej stërpikjes së urinës dhe në mënyrë që ajo vendi me përthith më shumë. Ka edhe disa prej atyne detajizimeve, sepse disa dietar kanë bërë disa detajizime nëse është toka e fortë dhe vendi është i ndotur, nëse është toka e fortë dhe vendi është i pastër, nëse është toka e butë, nëse dhe vendi mund të thonë pa ashtu i pastër apo i ndotur, mirë, po nuk do të ndalemi edhe aq shumë në të. Kjo është sa i përket urinimit, domethënë që me gjetë një vend i cili domethënë është i butë, tokë e butë, e cila e mbron njeriu edhe nga spërkatja për urinës, por edhe domethënë që e përthith atë domethënë urinën e tij. Këto janë disa prej rregullave, ndërsa në dersën tjetër me lenin Allahu Azza wa Jall do të
përmendim edhe rregullat e tjera të cilat na kanë mbetur. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.